qytetarët e vendit tuaj, pavarësisht përkatësisë etnike, do të përfitonin shumë më tepër nga një avancim më i përshpejtuar i zbatimit të plotë të kësaj marrëveshje që ju keni nënshkruar 14 vjet më parë. Do të merrin kështu jetë rezultate konkrete të prekshme të ndjeshme për të gjithë, në atë parë për stabilitetin e Maqedonisë, por edhe për ngushtimin e hapësirave të spekullimeve ekstremiste nga do që ato mund të vinë. Më konkretisht, duke vlerësuar progresin e deri tanishëm domethënës, ne inkurajojmë një ndarje edhe më proporcionale buxhetore dhe i pjesëmarrje më të madhe dhe më cilësore të shqiptarëve si faktor shtetformues në jetën sociale, administrative e politike të Maqedonisë. Pabarazia e investimeve dhe zhvillimit që vihet re në disa rajone perëndimore të vendit ka nevojë që të zbutet deri në krijimin e një realiteti të ri mjaft më të harmonishëm. Dua të siguroj se Shqipëria do të qëndrojë gjithnjë pranë dhe në mbështetje të progresit të Republikës së Maqedonisë.